Në gjykatën themelore të Tetovës vazhdoi gjykimi i ngritur për dyshimet mbi keqpërdorime gjatë ndërtimit të objektit të teatrit dhe bibliotekës së re në Tetovë. Sot u dëgjuan ekspertët e propozuar nga mbrojtja. Në seancën e sotme u dëgjuan ekspertët e propozuar nga mbrojtja e personit juridik Urban Plan Construction. Arkitetja Dushanka Popova, e cila ngriti raport dhe mendim si eksperte nga fusha e arkitekturës, ju përgjigj pyetjeve të avokatëve mbrojtës dhe prokurorit publik, të cilët kishin të bënin me sasitë e materialeve ndërtimore për lidhjen e tyre me vlerën e blerjes. Më pas u dëgjua Jane Damjanski nga enti për ekspertiza, i cili kishte përgatitur raport dhe mendim si ekspert për çështje materiale financiare dhe kontabilitetit. Prokuroria nuk pati pyetje për këtë ekspert. Gjykimi pritet të vazhdojë më 20 prill, ku para gjykatës pritet të dëshmojnë ekspertë të tjerë nga mbrojtja. Në këtë rast akuzohet personi juridik Urban Plan, si dhe personat fizik Sejdi Shasivari, Haki Fazliu, Artan Aslani dhe Bujar Muça. Më 18 dhjetor 2024, Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit dorëzoi në gjykatën penale në Shkup akt akuz kundër një personi dhe propozim akt akuz kundër një personi juridik dhe 3 personave fizik. Në periudhën nga viti 2014 deri në vitin 2020, dyshohet se kanë arritur përfitime pasurore të mëdha në shumë prej mbi 13 milion euro. Sipas akt akuzës së prokurorisë, i pandehuri i parë Sejdi Shasivari dhe personi juridik Urban Plan akuzohen se kanë kryer vepër penale të vazhdueshme, keqpërdorimi i procedurës për thirrje publike dhe një të kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publiko-privat sipas nenit 275V të kodit penal. Të pandehurit Haki Fazliu dhe Artan Aslani akuzohen se kryen vepër penale të vazhdueshme të keqpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar sipas nenit 353 të kodit penal, dhe i pandehuri Bujar Muça akuzohet se kreu vepër penale të vazhdueshme, vepër neglizhencë në shërbim të nenit 353 të kodit penal. Objekti i ri i teatrit dhe bibliotekës së Tetovës premtohet për 15 vite, ndërsa ka filluar të ndërtohet në 12 vitet e fundit. Punimet vazhdimisht janë zvaritur, ndërsa nuk pritet të përfundojnë në afatin e parapar.